Okej? Kemi 2 prap, po supozojmë që po marrim plurat, Prap, kemi tjetrën prap. Okej? Pa e shpla. U bën 4. Edhe 4 nga ana tjetër. Tani, vazhdon edhe 4 me një shplarje kove, që ti, pra një kovë, një lec ta shplash direkt, ti ke marrë gjithë plurat e dhomës. Për çfarë bëhet kjo? Që mos lodhesh, mos stresohesh, kurse në kohën tate, po edhe krahat që e gjithë kohës janë njerë këte, po edhe ti kesh poshtë lartë për tualetë. Se shumica çfarë bëjnë? Ku s'kan mjetet, lavaman, gjithë kohë, kape shplaje, po prap lodhi është, po ta kesh atë kovën hafër, e le tavolindi, e futet e shplave njerë. Ke 4 edhe 8 faqe, që ta lash edhe ke marrë gjithë dhomën. Do thosh tani, do thënë saj që kjo nuk është higjienike, e bla bla bla. Nëse këtu është skandal, ti mund ta shplash edhe 2 herë. Po prapë e shplan hafër teje. Po ti e shikon se sa rëndë është dhoma. Po nëse dhoma është pastër, mundohesh që dali dhe puna mirë, po edhe ti mos lodhesh. Se fëmijët gjitha edhe shëndeti që ke shtakatë për pallosh dhomat e tjera se janë 8 orë në punë. Okej. Kështu që kjo piceta është super. Realisht është super. Për çfarë përdorim vetëm për xhama? Për çfarë përdorim ngjyrat e blu? Plurat, shumë mirë the. Po ngjyrat e kuqe?